Deputetët dhe ministrat e qeverisë do të mblidhen në pallatin e brigadave në orën 11 për të dëgjuar raportimet nga secili ministër sipas fushës së përgjegjësisë. Por dy çështje kryesore pritet të dominojnë diskutimin: kërkesa e SPAK-ut për dhënien e autorizimit për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe vendimi i gjykatës kushtetuese që shfuqizoi ndryshimin që socialistët bën me procedurë të përshpejtuar në nisje të legjislaturës së re për komisionet parlamentare. Sipas informacioneve, raporti do të paraqiten në seancën plenare dhe do të përfshijnë argumentet e prokurorëve të SPAK-ut dhe qëndrimet e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit. Demokratët kanë bërë të ditur se mbështesin dhënien e autorizimit, ndërsa socialistët theksojnë se masa aktuale e pezullimit për Ballukun është e mjaftueshme dhe nuk pengon hetimet e mëtejshme. Qëndrimi final i grupit parlamentar socialist pritet të diskutohet dhe të miratohet gjatë mbledhjes së të njëjtës, duke i dhënë kështu udhëzim deputetëve se si të veprojnë në seanca plenare. Analistët ndjekin këtë mbledhje si një test i rëndësishëm për balancën mes pushtetit, qeverisës dhe institucionit të drejtësisë, ndërsa vendimi i kuvendit do të shihet si një tregues i qartë i qëndrimit të socialistëve ndaj përballjes së Ballukut me SPAK.